Përshëndetje, të nderuar miq të Tru Podcastit. Siç na shihni, e kemi ndryshuar edhe ngjyrën, jemi bërë të kuq. Duhet ishim bërë ma vi. Por le të shpresojmë për një ndryshim të kushtetutës dhe nenje të parë të ndryshohet nga Shqipëria në Republikë Parlamentare, na çojnë në monarki parlamentare, me mbretën e parë ose të dytin tonin, po më të mirin, më të madhërismin, Ramsesin e parë. Sot kemi të ftuar një mikun tim, një mikun tuaj. Kemi ndarë shumë herë tavolina filozofike me njëri tjetrin. Është del konservator, Brenton Kotori, pedagog dhe në pedagog i komunikimit në TBU, Tirana Business University, dhe njëkohësisht je edhe drejtori i marketingut të TBU-s, të universitetit. Dhe me sa mora vesh nga ty pak më parë, keni ngritur edhe një lloj unioni mes universiteteve private për të marketuar vlerat apo si thua gjithë rolin që kanë universitetet private po në universitetet private. Dhe unë du ta nis nga kjo njëre para. Cili është roli i universiteteve private në Shqipëri? Tani unë duhet ta them atë shpend urime për emisionin se se unë të ndjek jo vetëm për miqësi, po se ke pas sa personazhe këtu fantastike her mas here. Faleminderit. Edhe të uroj shumë sukses me gjithë shpirt. Shumë faleminderit. Duhen këto hapësira që njerëzit flasin troçë dhe flasin shqeto. Po. Siç e ke edhe ti tipin. Kështu që faleminderit për këtë hapësirën. Po, unë jam të TBU-ja, jam pedagog, kam ca kohë aty, të paktën që kur e ka blek grupi Balfin, dhe pavarësisht me gjithë respektin për Artan Hoxhën, i cili është themeluesi aty universiteti, edhe ai është në gjykimin tim një nga ato zërat e hapësirës publike që përpiqen t'i thonë gjërat siç janë, ka një lloj cinizmi aty brenda. Po, cinizmi ti është justifikuar se shumë inteligjent. Domethënë, ne ja falim cinizmin inteligjenta, po kur shikojmë cinizmin të idiotët vëlla. Pa mirë. Ajo është e tmerrshme. Është e përbotshme dhe në gjithë historinë kjo. Fodulli pastaj bën. Ajo është e tmerrshme, kurse tani me sa e kam parë në debate publike, ka një logjik matematike të mpret. Pra tani shkon variabli x, y, z. Shkolla e mendimit skematik. Me skematik, pra i merr të treja këto të ngret gjithë analizën e vet mbi këto tre variable, jo mbi çfarë do prezumonte të donte autori vet. Po. Se nuk besoj se ndonjëri nga ne, të dy apo nga këta që po na ndjekin miqtan, nuk do një republik Edeni, ku çdo gjë të funksiononte fjoll, ku të mos kishte mungesë, të kishte bollëk, mirëqenie gjithë bota, jo vetëm Shqipëria. Po s'ka. Të s'do ket. Edhe nuk ka për të pas ndonjëherë. Sepse ashtu është i krijuar vetë sistemi. Sistemi mban kastat, të pasurit, të mesmit dhe të varfrit. Kështu ka për të funksionuar të pakën në modalitetin e botës që neve njohim. Se ndoshta ekziston. Të qytetërim, po. Të qytetërim, ndoshta vjen një qytetërim tjetër edhe thotë dalë this is garbage, po e zhdukim këtë dhe po bëjmë një gjë tjetër. Shikoj, kur të pyet për rolin e universitetit privat, të flas edhe mbi perceptimin negativ që shqiptarët kanë krijuar mbi universitetin privat. Tani, a mund të na shpjegosh dot me pak fjalë nga ndryshon shtetërori nga privati? Shumë thjesht. Po, me dy fjali. Dhe pse duhet të zgjidhet, do të çfarë kam shumë private nga shtetërori sot që flasim? Diferencat janë shumë të vogla. Unë vet nuk e kam përjetuar shkollimin në universitet publik siç ke pas ti, për shkak se më është ofruar një bursë normalisht si ardhur nga një familje e varfër relativisht, e cila nuk kishte mundësi ta çonte fëmijën e vet në një universitet privat, ta paguante qoftë edhe ato 3.000 euro në vit, pavarësisht se sot 3.000 euro e kusur kanë shkuar edhe kopshtet private në Tiranë, apo jo. Dhe mu ofrua bursë, kam studiuar te Universiteti Evropian për marrëdhënie ndërkombëtare, bachelor dhe master, pra dhe masterin e kam për marrëdhënie ndërkombëtare, pavarësisht se ne kemi bërë bisedë bashkë për këto punë. Dhe nuk e kam përjetuar universitetin shtetëror, por shkoja kur isha student ke miqtë e mi, të cilët studion në universitet publik, dhe diferenca e parë është infrastruktura.
kam idenë që pak nga pak është përmirësuar dhe infrastruktura në disa fakultete të universitetit shtetëror, sidomos në Tiranë, por pjesa më e madhe janë, ku diun, me karrige të thyera, me kondicioner që s'punon, ku diun, dikur me dritare të thyera, filologjiku, e gjitha këto ose me dritare me hekur, për shkak që nga 97-a. Te juridiku kishin plasmasë, kur ka qenë shkencat politike, kanë qenë te juridiku te Kodina. Kati tret ka qenë me plasmasë. Domethënë, merrnim neve ngrohje, rezistenca që mblidheshim gjithë grupi si para 90-s. Si para 90-s që ngroheshim aty, është me sob. Po drutit çonit vet apo? Jo, kishte qysh kishte elektricitet shkolla. Ma nuk merre dru me vetëm. Është të mëshme. Liga e Universiteteve Gjon Dura, ta themi kështu latinisht, është një grup universitetesh private të cilat thonë, ne duam të japim kontribut më shumë në mjedisin në sferën e arsimit të lartë në Shqipëri. Dhe me këtë rast, një nga iniciativat kryesore është ndërkombëtarizimi i sistemit arsimor të lartë në Shqipëri. Jo më larg se dje ka dalë një VGM, ose para pak ditësh nëse s'gaboj, ka dalë një VGM e cila lejon disa lehtësira më tepër për universitetet, për studentët e huaj të vinë në universitetet shqiptare, publike dhe private, po është iniciative private kjo. Se publiku thotë unë lekët i marr nga shteti buxhetin. Kështu që në rregull jam. Privati, i cili në gjithë botën privati nxit konkurrencën edhe shton cilësinë edhe çon përpara gjërat. Privati thot një sekond se ne kemi nevoja të tjera, nuk e kemi buxhetin nga shteti, nuk marrim lek nga shteti. Dhe është kjo iniciativë për ta çuar përpara një lloj rritje të edhe masivizimit, se nuk ka më këtu student. Ta themi troç, nuk ka më, domethënë, është ulur vit pas viti numri i maturantëve që hyn për herë të parë. Vjen prej uljes së lindshmërisë, vjen prej emigrimit masiv, vjen për shumë arsye. Edhe është ulur, kështu që ka nevojë. Siç ka nevojë këta që marrin bizneset që marrin punëtor nga jashtë, nga Sri Lanka, nga Egjipti, nga Bangladeshi, ka nevojë edhe për student. Përndryshe i bie që nga gjithë universitetet që janë private dhe shtetërore të mbyllen edhe gjysma, përveç atyre që u mbyllën në 2014. Kështu që në këtë kuptim është etike, po jo vetëm kjo iniciativë, dhe iniciativa të tjera që t'i bëjnë këto universitetet private të kuptojnë rreth parë që ore nuk jemi konkurrent aq shumë sa që kemi qenë, themi para 5 viteve apo 10 viteve, tani jemi në një varg. Po. Duhet shpëtojmë bashkë nga kjo varg. Duhet të rremojmë. Po, duhet ta bëjmë bashkë këtë gjë. Kështu që kjo është një iniciativë e mirë, që edhe Universiteti ynë TBU-ja është bërë pjesë. Pastaj sigurisht pa bërë reklam për TBU-n, ndihem shumë mirë. Aty është universitet i vogël, i përqendruar vetëm tek ekonomia dhe teknologjia ose biznesi dhe teknologjia, është shumë instrumental si universitet në kuptimin që ti vjen aty studion, punësohesh. Domethënë, ecën me këtë kartë, studion, po të dalësh mirë me rezultatet, ti edhe të mban shkolla aty. Po ti do apo s'do do dalësh mirë sepse vjen nga viti i parë nga gjimnazi, sido që të vish me mesatare dhe ke një filtr në dalje. Pra më të mirët, sigurisht që punësohen të parët. Do të vidh radha dhe ty, po mos i lër provimet ose mos ngel. Pra, në këtë kuptim, nuk është një universitet që punson këdo që i del përpara. Jo, e kam fjalën, shikoj, te Fakulteti i Shkencave Sociale, ti mund të jesh më i miri i botës. Shteti ka një gjë që aty është nepotizmi në maksimum. Ose të marrin sepse e shikojnë që ti je gomar puna, bën punë dhe të duan studentët, ose të marrin siç ka ndodhur që mi largu ne gjithë tjerët që se duam atë hipokrizin kolektive aty. Nuk e di pse çdo 2 vjet del në një lajm aty që bëjnë sherr pedagogët. Po aty bëjnë, kanë lëshuar plumba ca të tjerë kanë ikur nga trut, ca të tjerë kanë hedhë kafazin, ca të tjerë vjedhin janë hajdut me çizme. Domethënë llogaritë që një universitet 8 vjet si Godin po bën rikonstruksion prap për armotizim që nuk ka shanse për 8 vjet tjetër armotizimi sa të hedhësh aq fonde. Dhe ti tani e këtu me mua në private thua po na ikin studentët dhe ndërkaq aty është bërë dhe një kat tjetër për studentët. Dhe mos gabofsha janë vetëm 25 në shkenca politike këtë vit regjistruar në shkallë republike. Tani nuk konvenon logjika, po bëj dhe një kat tjetër me 40 salla kur numri i studentëve po paksohet. Kjo është e hapur bindshëm që të ngresh predispozitat për një dyshim të arsyeshëm që aty diçka po vidhet. Jo dyshim, nuk është dyshim. Po flasim në raste më të mirë dyshim i arsyeshëm.
Kam ca miq unë shpend tek qendresa qytetare, tek organizata që bën goxha, le të themi, kontribut publik në Shqipëri. Dhe ata bëjnë her pas here raporte për arsimin e lartë. Një nga gjërat që mua më bën çudi është që si vjedhin rektorët të universiteteve publike. Si mund vjedhë rektori, supozohet që është guruja akademike e universitetit, jo vetëm është menaxher, është i ka gjitha. Si mund vjedhësh dhe të bësh për shkakun që paguaj dhe roje, po dhe kamera sigurie. Ti ke qenë prezent për zgjedhjet e rektorëve, zgjedhjet në universitet. Një gjë kam kuptuar shpende. Jam më tegra se sa zgjedhjet elektorale. E tmerrshme është, a? Jam më tegra vlla. Tmerrshme është. Kam punuar vetë në një fushat. Gjua e urrëties, thua ti neve ishim quhen laj me Mao Tse-dunin. Domethënë revolucioni kinez, komunistët antikomunist, vrasim njëri tjetrin kush do të dalë fitimtar. E njëjta gjë. Gjithë sfera e arsimit të lartë. Edhe që studenti ka vetëm 10% peshë specifike, ndërkaq që gjithë universiteti është ngritur mbi qendër studentin. Pra ta ngrem këtë lloj studenti, duke ngritur studentin ngrihet edhe institucioni. Duke ngritur studentin krijohet edhe kushtet laboratorike të pakën për kërkim shkencor. Ligji i arsimit të lartë thotë që nuk është më instituti i arsimit të lartë universiteti. Që gjoja rregulloi sferën e vjetër të arsimit të lartë. Dhe ka vendosur një statin. OJC, OJF. Pra, një OJF që neve mund të hapim me një të rënd lapsit edhe me 1.000 lekë të vjetra buxhet, ne të dy, mund të quhemi bazë për kërkimin shkencor sipas ligjit të ri arsimor. Ndërkaq që unë që kam bërë një kurs Harvardi dhe do bëj tjerë, di që Harvardi është baza e kërkimit shkencor, universiteti, laboratori, nuk ka fondacioni Gashi, fondacioni Kotori, ato janë sponsorizuese, po e hedhim $200,000, $500,000 në vit për të bërë kërkimi kundër kancerit. Edhe vetë Shpendi, Brentoni, Bulthi, Buçi shkojnë edhe bëjnë te laboratori aty kërkimin shkencor. Ka laboratori privat, po këto janë më të famshmet, janë qendrorët. Absolutisht. A nuk ishin gjithë lajmet gjatë Covidit për John Hopkins University? Patjetër në universitetin, ose supozohet që në universitet mblidhet truri. Instituti Louis Pasteur, që ishte mrena universitetit në, nuk e di, në Paris 10, mos gabofsha. Mos gënjej kodësh. Asun se njoh shumë, po vetëm se ideja që gjatë Covidit Branton, Louis Pasteuri me Sputnikun ishin luftë, Pfizer ishin luftë me këto dyja. Pra unë aty kuptova që është një mafje farmaceutike pas gjithë kësaj gjë të madhe që po na bëje. Nuk është thjesht se po t'ishe për të shpëtuar njerëzimin, pse neve dy shpikësit e vaksinave duhet ziheshe me njëri tjetrin, po t'jetë qëllimi shpëtimi i njerëzimit. Shtimi i njerëzimit është hajde po e marrim çka kemi bashkë dhe po i shpërndajmë. Falas mundësisht. Po të jetë për të shpëtuar njerëzimin. Kto besoj i ka sqaruar avokati. Po. Miku ynë përbashkë. Se ai merret me e ka këtë fushë. Domethënë, plako vetëm këtu ti e kupton se çfarë është bërë me arsimin shqiptar. Tani kam një pyetje tjetër. Universiteti të BU, për shkak të qenë te të BU-ja, është i vatër e një kërkimi shkencor, le të themi, që mund bëhet një kërkim shkencor? Jo aktualisht sepse ka dhe një gjë, do i përshtatet universitetit tregut. Po. Ne të paktën universitet shumë i vogël, kur kishte 100 student, tash ka më shumë se 500, por dhe synojnë që të rritet, por pa u futur te reklama për informim. Por ka një problem tregu. Unë pyet studentët që orën e parë, jo vetëm në TBU, dhe kur kam punuar te mesdhetari ose te UET-ja. Për çfarë keni zgjedh këtë deg, këtë lënd, këtë universitet? Dhe nuk kam përgjigje. Domethënë përgjigja është më tha babi, më tha një kushuri, është e habitshme. Unë kur kam studiuar marrëdhënie ndërkombëtare, mezi prisja ditën e parë me idenë që nuk do më hynë më në punë ato budalliqet e 8 vjeçarës së gjimnazit që mësonim tepër edhe kot, dhe tani do mësoj gjë që e dashuroj. Ndërkohë këta nuk dashurojnë asgjë. Nuk është se dua ti stigmatizoj si brez, por se ata janë pasojë një kulture që ka thënë shko me një diplom futu në punë. Edhe ky është problem. Pile si them ndonjëherë, po për çfarë duhet për paj? Domethënë që kur të martoheni thoni jam në shkollë të lartë. Se po nuk studiove, po nuk e zgjodhe me dëshirë, po nuk bërë edhe gabim që ta bësh gabimin vitin e parë dhe ta kuptosh nuk është për mua, ta ndryshosh, të gjesh talentin,
i bie që ti ta dënosh veten që të marrësh një diplomë që do të diktoj ty gjithë jetën. Pse? Se do gjesh një vend pune te ajo diplomë, do zgjohesh çdo mëngjes do thuash prap do ikim punën aty ku ti un financiar ose IT, ndërkohë që ti mund të kesh talent tjetër. Po, që ta bësh me dashuri gjën. Dhe në këtë kuptim, gjëja më e kërkuar aktualisht është lidhja e arsimit me tregun e punës. Dhe në TBU për shembull, në orën time, po dhe pedagogë të tjerë, dhe besoj e bëjnë edhe në universitete të tjera. Ka një lloj ndërgjegjësimi që ti transmetojmë ndije studentëve. Po nuk duan ta marrin shumica. Dhe kjo është gjunaf për mua. Nuk duan ta marrin. E di çfarë duan. Duan që mundësisht ti tolerosh çik të mungesat, mundësisht ti ndihmosh që të kalojnë. Dhe është gjunaf, se janë ca vite që ti nuk do i kthehesh. Kam edhe studentun që kanë ardhur, për shembull, janë mosha ime dhe kanë ardhur në vit të parë. Edhe ai tash është bërë pishman për atëherë, po. Është ndërgjegjësuar. Kurse këta do bëjmë pishman më mbrapa. Por kërkimi shkencor në përgjithësi në Shqipëri është i pamundur për dy arsye. E para sepse mendoj unë ka shumë mendje të mira që kanë ikur tash, edhe punojnë dhe shkëlqejnë në Universitetin e Tumorit Milano ose në Prag ose në Paris, në Amerikë etj, siç kishim Mira Muratin. Ose nuk mbështeten nga askush. Për shembull, nuk mbështeten as nga iniciativa private, ke dëgjuar ti në filantrop shqiptar që t'japi fonde për kërkimin shkencor. Filantropët e kam shteti jo. Filantropët e kam dëgjuar vetëm kur financojnë partitë politike vëlla, jo hapur. Për të financuar universitetin asnjëherë. Jo hapur, si ai se më kujtove këtë, si e kishte ai kaubojsi, deputeti, që dolin Eduard Gjone. Po, Eduard Ndocaj, po. Tha i kam dhënë 500.000 euro Mimi Godhelit atëherë në Lezhë. Po. Po ajo është e tmerrshme. Domethënë, su mor njëri me këtë deklaratën, e kupton? Sepse, ore, si mundesh ti, me çfarë nuk mund të jesh kaq shpirt mirë, sa ti je biznesmen, je 500.000 euro një kryetari të fushatës në Lezhë. Për çfarë e ke dhënë? Për bler mandatin e deputetit. Po. Këtu kuptohemi. Po mos thuaj kam dhënë 500.000 euro. Nëse ai shqyr që e tha, po kush e dëgjoi? Jo, nuk u bë skandal, nuk kjo s'bëhet skandal. Dhe mirë shteti që nuk i ka vajt nga pas. Po sepse këtu nuk është audituar, nuk janë audituar kur financat e partive politike. Për shembull, KLSH-ja ka për detyrë, se un kam punuar edhe në KLSH ca kohë. Nuk auditohen. Janë subjekte kontrolli, se janë para publike që marrin ata nga KQS-ja. Nuk auditohet asnjëherë. Po edhe po të auditohen, ata do dalin që ne kemi shpenzuar, ku diun, 10.000 euro, 20.000 euro për fushat. Ndërkohë që ne të gjithë e dim sa shpenzohet. Vetëm stenda sa po çfarë thua? Sa bëhet, vetëm drita që paguhet gjatë gjithë fushatës, gjeneratore naftë, nuk vjen 20.000 euro. Por vetëm kafe që do shkosh në fshatë aty dhe thot ai çfarë po pinë çunat? Ai kandidati për deputet, në i birr, edhe në i birr tjetër. Po, tundin flamurin ato çunat aty në fshat. Ai ka dhënë 500.000 euro. Po si ka dhënë për kërkimin shkencor që po flasim ne dy. Ka dhënë për të fituar vendin e deputetit, se u zbraz atëherë lista Lezhës e doli ai erdhi në parlament. Po ti, më thën, unë mendoj këtu kemi ndoshta kemi një lloj përplasje te kjo pjesa. Unë mendoj se është kjo që thuat. Që nuk ekziston një filantrop shqiptar që thoi 500.000 euro apo 1 milion euro do t'ja jap kërkimin shkencor. Universiteteve shqiptare në proporcion të drejtë, mblidh një union shtetëror privat, dia shqiptare gjej një emër të bukur, 1 milion euro, vazhdoni tani, merr Brentonin, X-in, Y-in, Shpendin, Z-ën, jepini drejtim, kaq e keni rrogën, projekte, nxjerrin tani 4 simpoziume. Fuqishme, po simpoziume. Po. Unë mendoj se ka diçka tjetër fshehur pas kësaj. Okej, ka një lloj mungese. Sepse është treg i pa eksploruar. Normale nuk do ketë biznesmen që do investojnë aty. Sepse ai do një investim, një feedback, ndoshta nuk e do financiar, po e do moral, nëse filantropi ka moral, që thoj dalë se un kam bërë diçka për kombin. Janë edhe vet niveli pedagogëve që nuk janë patjetër, që nuk janë në lartësinë e gradave që kanë. Patjetër, jam dakord. Arsyeja pse unë s'bëj doktoraturë për shkak. Edhe imja. Që do bëhemi si ata i bie. Që kemi bashkëbojtur. I bie do bëhemi si ata. Jo si të gjithë që mos bëjmë kështu. Faktikisht, ma dogjën 2 herë. Domethënë, arsyet e djegës ishin idiotë vëlla. Domethënë, këta krijojnë nene që ti e di që nuk do të zbatosh dot. Unë nuk kam punuar në OJF vëlla. Nuk mund të paguaj të 2 vjet siguracione, siç më kërkonin këta underground.
fiktive që nuk ti paguaj 4 milion lekë kot ty valla, për të marrë një doktoraturë qelbër që s'do hym punë te Fakulteti i Shkencave Sociale. Dhe unë e di që duke punuar si pedagog i jashtëm aty, unë po punoj në institucion të kërkimit shkencor se Universiteti i Tiranës njihet në tërë botën. Po. Tash çfarë duhet bëj më shumë se sa duke punuar në kërkim shkencor. Dale publike gjitha duhet të jesh pjesëtar i OJF-s, edhe ka marrë një vajzë në Instat. Tani Instati për gjithë pacientët është përpunimi të dhënave statistikore. Where the fuck is science here? Është pyetja ime naive. Shiko, e ke parë filmin ti Idiokrasi? Po e kam parë, e kam diskutuar këtë bilës. Perfekt. Tash ai u zgjua dhe ato fusnin trekëndçin ke katrori njerëzit. Dhe në një kohë të tillë të merresh me shifrat shkencësh, të thuash 2 + 2 bën 4. Ndoshta. Domethënë neve kemi arritur, domethënë tokat tona nuk do ujetën me ujë, po me Gatorade. Gatorade, po. Është të mëshme. Domethënë unë shoh djem mosha jon 32-34 vjeç, thotë unë jam doktor i shkencave. Nuk ke shanse valla. Nuk ke shanse. Jo, un kam një gjë tjetër, le të jesh doktor i shkencave, qofsh me shëndet. Çfarë shkencë ke bërë dhe ku është zbatuar? Dhe kjo është arsye pse unë s'bëj doktoraturë. Nëse do ta bëj ndonjëherë, që shpresoj ta bëj jashtë, jo për shkak të nënvlerësimit për universitetet shqiptare, po për shkak të pamundësisë për ta aplikuar ti kërkimin që bën. Prandaj dua ta bëj jashtë, do ta bëja me qejf nëse do aplikoj. Pra që dhe unë mos bëj doktoraturë për të marrë diplomën, të bëj një doktoraturë që të shërbej për një gjë. Le të ma kundërshtojnë të tjerët, po të kem një tezë. Domethënë, një doktor për çfarë ekziston, që ka një tezë të vetën, e njeh edhe po se njohë gjithë bota, e njohin ato 5 kolegë që këtë tezë ka. Unë nuk e marr vesh, doktoratura këtu janë për zgjedhjet. Shumica e rasteve. Ose për integrimin BE. Po ti shikosh janë o zgjedhjet në Kuks, po. Zgjedhjet në Kuks, për shembull, shkenca politike në marrëdhënie ndërkombëtare, o është BE-ja, integrimi në Bashkimin Evropian. Tani më është futur edhe kjo idiocia e Ukrainës, që do të thonë duhet të jesh shumë idiot që të përçafosh kauzën e Ukrainës kur është anti-çështjes tonë kombëtare në lidhje me Kosovën. Po kjo është një temë që mund ta diskutojmë. Mund ta diskutojmë, ta prekim, ta cytim pak, a kupton? Dhe zgjedhjet në Kuks në fjalë të gjitha që janë kërkime, metodologji të kërkimit sasior, nuk janë as cilësor. Pra ti merr një numër votash, votuesish, vota të vlefshme, vota të pavlefshme, do t'i futesh formulën Saint Lag moderuar ose Dhond ose Saint Lag, varet se si ta kërkon. Ja, bëre këtu ti. Se si ta kërkon, mbarove. Çfarë kërkimi është kjo? Domethënë, e shpike ti Saint Lagun? E shpike ti Dhondin apo shpike ti formulën që quhesh doktor i shkencës? Shiko, ka një vështirësi ke shkencat humane, sepse ai që bën për shembull bujqësi universitet bujqësor, e bëri ai burri kërkimin shkencor për rritjen e qepës me më shumë efikasitet. Po. I doli me sukses, e aplikojnë dhe në përbot këtë punë. Kurse në shkencat humane është shumë më e vështirë se ti do detyrohesh të jesh më shumë përshkrues, se ti nuk jep dot zgjidhje konkrete gjërave. Por ti mund të bësh diçka nëse do me qenë konkret, si më thënë, të bësh diçka që aplikohet, që të thuash kjo gjë shkon keq për këto arsye dhe zgjidhja është kjo. Po këtë se bën njëri, se duam të mbushim vetëm fjalë. Zgjidhja nuk është kjo që na shton neve. Po le që tash i bëjmë me ChatGPT njëri, që është tmerr. Është tmerr. Me ChatGPT fut aty, po ti bësh një prompt të mirë, ta nxjerr ai e përmirëson pak. Ka një gjë, domethënë, ChatGPT është ndihmues për një studius, sepse ChatGPT-a për mendimin tim, unë që e përdor ChatGPT-n. Dhe unë e përdor për të ndihmuar, për të zgjidhur një punë për shpejtësi, po jo të ta bëj ai punën. Që unë të bëj një diskutim të një niveli adekuat me timin. Pra ai po ti je idiot, kthen përgjigjen e idiotit, po ti je inteligjent, kthen një përgjigje inteligjente, varet se si ja bën ti pyetjen. Pastaj nëse ti do të thuash më bën një shkrim me patos e me të gjitha, ai mund ta bëjë një shkrim me patos, po nuk është e jotja. Absolutisht. Nuk është e jotja, nuk të ngjit. Shumica mund ta marrin fjalimin e Adolfit, po asnjëri nuk mund ta bëjë dot si Adolfi, se nuk i ngjit vëlla, nuk e ndjen atë që thotë. Sidomos në komunikim politik njerëz që ti duhet të kesh me patos, që ti ta gënjesh dhe veten kur je duke gënjur turmën, që ta besosh edhe ti vetë atë. Por ti mund të ngresh predispozitat për arsimin. Pra një kërkim shkencor që ti quhesh doktor i shkencave, futë njerëz rekupero dhe rigjenero hemoragjin intelektuale dhe të popullatës që ke ti. Nuk mund të flasim dot neve doktor shkencas për Ukrainën,
kur ti kesh popullim vendit tënd, ty të është djegur arsimi, të është djegur puna, të është djegur shtresa mesme, a do dalin në doktor patriote kjo gjë që ndalim një hemoragjin? Asnjë. Që këtu bie teza e doktoraturave. Pra doktoraturat janë që unë vit marr nesër doktor, takoj Brentonin me qenë se njeftanin, to i shokë gazhe që unë i mirë vlla, doktoraturën e ka, do t'i japim një rrok këtu. Kaq. Ashtu është. Për të marrë 1250 euro. Ashtu është. Te cica. E mban atë, po janë doktor i shkencave. Asnjë me indeks përpose të vinë priftit edhe ta ulan mukës, me indeks shkencor. Si njoh, nuk i njoh të pjesë. Dhe nuk duhet i njoh. I kam parë vllai. Jo, i respektoj, thon, po nuk duhet i njoh sepse më duket i gjë që bëhet siç ta thash, tituj për tituj. Kam respekt për shumë njerëz, kam miq që kanë për shembull kështu koeficient në Scopus edhe në çfarë janë këto që s'janë shumë popullore, janë çështje teknike, po kam respekt për punën që bëjnë, po nuk më duket se i hyn punë, më hyn punë mua ajo që ke bërë ti ajo shkenca. Apo të hyn punë ty për të marrë një rrogë më tepër, një post më të mirë prej dekani apo diçka tjetër. Mua s'më hyn punë si qytetar. Domethënë çfarë është kjo shkencë për të marrë një letër edhe për të për cila ishte një shkencë për shkak, hajde ta bëjmë një përsëritje filozofike këtu. Ç'a mund të jetë një shkencitet që neve mund ta promovojmë ose mund t'i futemi nga pas. Ta ngrema nga hiçi. Unë krijova podcastin nga hiçi, po krijojmë një të paktën një tezë për Shqipërinë. Ku do ishte piknisja jonë? Piknisja mendoj që duhet të jetë tek në bazë parimit që ti sapo the tash, që ti hyj qytetarit në punë. Po. Piknisja besoj duhet të jetë, nëse do ta bëjmë historike kërkimin, duhet kuptojmë në antropologji politike si ka ndryshuar truri këtij populli 100 vjet për shemb. E bukur. Kjo është e bukur për shemb. Po kjo do antropologji, do studim. Do antropologji, do sociologji, sociologji, do psikanalizë, do të gjitha shkencat humane brenda, që ti dalësh dhe të thuash ja çfarë shkoi keq. Po. Pastaj, mbasi bën këtë, të duhet të zbulosh çka ka thënë gjithë bota për ta ndryshuar këtë kurs që ka marrë ky popull. Ose të pakën merr kur ka piknisën në Amerika, më thënë ndërgjegjësimi qytetar amerikan, kur e ka pas piknisën, pse ndodhi, a janë të njëjtat variabla që kanë ndikuar apo jo, po dhe të ndryshmit mësojnë ty pse jo. Bëjmë kështu pra të bësh politika krahasuese, se do ta bësh ti politikën krahasuese, edhe antropologji krahasuese. Po morëm shembull Amerikën, s'na del shkencë. Po them Amerika se njohin pacientët, po do marrësh këtë thëmë ty Suedin, ose do marrësh Greqinë që e ka ose Serbin. Pra, dy shtete që më thënë paraprakisht 100 vjet para nesh janë pavarësuar, 1820-ën njëna, 1830-ën tjetra, me mbështetje gjermane, se dihet ajo anglo-gjermane mbështetja, për shkak të përplasjes që perandoria britanike kishte me perandorinë osmane. Geopolitika së kohe u krijon këto shtete. Këto kanë shtete edhe pse 100 vjet më shumë se sa neve, kanë ndërgjegjësim kombëtar më të madh se sa neve. Pse? Çubriloviçi për neve është bastard. Çubriloviçi për neve për ata është hero. Neve kush është Çubriloviçi i shqiptarëve? Një fishta që kemi u fshi nga historia. Fishta që njohim ne, se ka pas Kollort, ka pas Ndremjeda, Migjeni, tjetri. Shumë figura të larta kemi pasur intelektuale. Sali Protopapa që neve e dim që do therr dashim më të madh kopes, ishte astrofizikanti që ka punu NASA derisa ka vdek vlla. Tash të punosh NASA përpos gjithë paragjykimeve që unë dhe ti mund të kemi për NASA, në gjithë pisliqeve që fshihen pasaj, NASA është prestigj. Padyshim. NASA është prestigj. Kush veten NASA ka një lloj prestigji. Patjetër. Se bashkëpunon me CIA-n, me DEA-n, me BIA-n, me tjetrin i fshehin masës që duhet i fshehin masës shumë gjëra se kalojnë kaos, është gjë tjetër. Futemi në konspiracion, unë s'dua me konspiracion. Kemi të ftuar tjetër për NASA është prestigj. Sali Protopapa ka punuar astrofizikant NASA. Ikë trurit. Pra ka ikur një tru atje. Sa djem edhe vajza Sabiha Kasimati e vrar. Musine Kokalarin Bulqiz Fshesaxhia, një nga kokat më të mëdha të kohës vet. Fshatari që u mor dhe tha, ai tjetër të baruar në Austri për arkitekturë, promovoi Kinostudio Shqipëria e Re, promovonte Xhabrahon, Xhashpendin, që
tregonte tash arkitektit mbaruar në Austro-Hungari se si ndërtohej me fuqi popullore diga. Po. Si ka mundësi që neve urrejmë inteligjencën te ky popull? Ky popull e urren inteligjencën. Po i dham përgjigje kësaj, e bëm shkencën. Po jepë një herë përgjigjen. Mendoj e para është nuk ka pasur asnjëherë pleqësi të mençur. Dikur, po themi, qoftë edhe para mesjetës. Ore, do ndodhte një gjë në fshat, mblidhe pleqësia. Po. Nuk flisnin gjithë, flisnin burrat e mençur. E zgjidhin ata, të tjerët zbatonin. Ne s'kemi pas pleqësim. Ai që supozohet të jetë parlamenti për shkak. Po. Kemi burra të urtë të mençur në parlament ne. Po. S'kemi. Si s'kemi? Si s'kemi, të lutem. Mos, po si jeta ime pas ka qenë gënjeshtër. Unë po përpiqem ta marr seriozisht, dakor. Pse nuk të duket ty Taulant Balla super intelektual? Shikoj, ka dhe doktoraturë me qenë fjalë. Xhelal Mziu. Po edhe ka doktoraturë. Këtë nuk e di a ka doktoraturë. Kush është një tjetër? Më thon një pacient tjetër. Të gjithë me doktoratura aty. Jam profesor asos DR. Edhe kërperata, po ti futesh kërperatës, ta jap me jetë shpende që po ju futëm, edhe ajo ka një doktoraturë vëlla. Ata pra kanë qenë pleqësia jonë. Duke pas këtë lloj pleqësie, normal që ti je vend i vogël, nuk e do inteligjencën sepse nuk do të eci tjetri. Tani, si ka mundësi që pleqësia në 1921 kishte këta burra? Po. Po, se ti the nuk kemi pasur, kemi vojtur nga pleqësia. Po. Parlamenti parë 1921. Po. Parlamenti 2025 ka këta lloj pacientësh. Sot, në datën 9 shtator, kur fillon seanca parë plenare, do kesh Zengjine, do kesh X-in, do kesh Y-in, Z-ën. Në parlament, ku minimalisht është ulur Gjergj Fishta, antari 5 katedrave shkencore europiane. Njuhëzi 7 gjuhëve të huaja, edhe refuzuar çmimin Nobel sepse të mrizi zanave duhet me heq 2 rreshta dhe tha në botë se i heqën ato rreshtat për të marrë një çmim Nobel. Dhe njeriu që kompleksonte, cilat ishin rreshtat? Ma ka thënë Gent Pietri, nuk e mbaj mend asun tash, ishte të mrizi zanave diçka për Serbin, për Anglin që godiste këto çështje politike, fuqitë e mëdha për mosnjohjen e Shqipërisë. Edhe i thonë, hiqi këto rreshtat që të marrësh Nobelin. Për ato rreshta është krijuar gjithë mrizi zanave. Dhe kur ka vajtur ka kompleksuar te Bismarck me shok. Nuk ulem karrige pa ma vendosur vrimën në karrige, sepse ai serbi ka thënë që neve shqiptarët jemi me bisht. Duhet vend për bishtin tani. Imagino ç'a autosarkazma. Po flasim te lordët dhe baronët e kohës. Ky intimidonte me inteligjencën e vet. Kemi kaluar nga ky burri te Zengjinea valla. Shko, ti e di që unë jam musliman. Po. Dhe ne kemi një parim që Zoti nuk e ndryshon gjendjen e një populli nëse ata nuk ndryshojnë gjendjen e tyre. Po. Ti bëj përpjekjet pra. Nëse ti zgjas Zengjinen, ç'a do? Si do ndryshosh? Si pret nga Zoti ti? Ti po ja bën vetes. Ç'a të them tjetër, më shumë se kaq. Pra ti po thua që ky është pasqyrimi i popullit ton. Ore, se duket sikur tash jemi këtu ne do i bëjmë komplimenta njëri tjetrit. Por dua të të shoh ty në parlament, unë nuk dua të shoh Zengjinën. Dua të shoh në parlament çuna dhe goca të zgjuar punëtor, të cilët ndoshta duhet i lusësh se fitojnë aq shumë nga puna e ndershme që bëjnë, nga truri që kanë, sa nuk duan të bëhen deputet, se i ulet rroga ose ku diun, i ulet prestigji. Ore, se ka dhe njerëz që thotë të bëhem deputet, po unë jam CEO. Po. Është ulje për atë. Pra këtu kemi arritur. Dhe unë dua të shoh këta njerëz në parlament. Tash po, shfaqja njërë. Kush është? Këta janë unknown. Ja kush është parlamenti 2025. Kjo është e bukur shumë. Kupton? Zero. Kush është ky? Mendoj që parlamenti teorikisht tash duhet kishte në Shqipëri 2 kategori njerëzish. Një kategori shumë intelektuale që njihen kombëtarisht nga televizionet, nga shkrimet, nga artikujt, nga le të themi intelektualizmi që mund të bëjë një intelektual. I kohës. Dhe një grup tjetër të cilët mund të ishin të panjohur për kombin,
në kuptimin e arealit dhe sferës publike, por mund të ishin njerëzit që vërtet e përfaqësojnë komunitetin që i ka zgjedhur. Pra ato 10.000 veta që janë fermer në Lushnjë, kanë zgjedhur kryefermerin e tyre ose njeriu që kujdeset për ata dhe të shkojnë në parlament. Le të flasim me gabime, po të shprehet për hallet e atyre. Ndërkohë këtu ata që zgjidhen nuk kanë kontakt me njerëzit. Ose ata që kanë kontakt me njerëzit i kanë kontaktet vetëm për të marrë votën në fund, nuk i zgjidhin hallet. Pastaj ka dhe një gjë tjetër, se këta thonë, për shembull ka ca deputet dhe kryetar partisë Shqipëri, që thonë unë jam deputet se unë zgjidh hallet njerëzve. Më i kap një zyrë që zgjidh hallet, pse duhet të jesh deputet? Shesmen me 7500 lekë. Ore pse duhet të jesh deputet? Ça roli ka një deputet në hierarkinë e institucioneve publike në Shqipëri? Nuk ka asnjë rol, përveç se të flasin fërtojnë e kuvendit, të miratoj ose të kundërshtoj ligje. Edhe komisionet. Po. Por reputacioni informal i ngritur, trafikimi po i quaj unë, i aksesit, është ajo që i jep fuqi dhe që i josh njerëzit të bëhen deputet. Pse sa ai do trafikoj interesa, do shesi aksese. Do i thotë do të fus unë ty në punë aty se dua votën. Në qoftë se nuk janë këta që janë deputet sot, shumë pak janë ata që marrin rrogën. Edhe jetojnë me rrogën e deputetit. A e pranojmë këtë? Se po spekulojmë pak, po. Po aq sa njohim ne se kemi parë. Po perceptimi publik është i pagabushëm në këtë kuptim. Po. Domethënë sot ka deputet që nuk flasin dhe thjesht marrin rrogën. Po. Një 20 nga PS, 4 vjet s'kan folur fare, një 10 nga PD. 20 ne, 20 anë. Po dakor, s'kan folur fare. Si mund të jesh deputet? Pse duhet të jesh deputet? Jo si, po pse? Ti vet, si do i kthesh përgjigje më? Ti që që jep deputet dhe s'ke dalë asnjëherë të flasësh. Shikoj, neve nuk i kërkojmë dot llogari. Për vetëm arsye sepse nuk i kërkuam llogari dy fuqive të mëdha, kur hartuan një ligj elektoral që deputetit të zhvlerësoj ose më fal për shprehjen të kurvërohej. Më fal, po ata vetëm që ishin aty, që pranuan. E votuan ata. Vlla, të bie më kollaj të shkosh te Shpendi që është kryetari i partisë, të më lëpish mua Baltën që nuk më ka pastruar Lalieri se është në burg, me një shi bëhet pellgaçet. Ai që tha javën e parë kur erdhi në 2015 në kryet bashkisë tha Luft Xhulit. Luft Xhulit, po ky që i çonte na çonte zdromsa. Çuna shqiptari që në zdromsa. Dhe është ndryshe, e ke më të thjesht të vish tek unë, ma lëpish kpucën vlla. Ne morë vendin se sa të vesh te Shpendit dhe te Brentoni që janë qytetarë aty, edhe të më bindesh mua që ti nuk je mashtruar si këta të tjerë do vlla. Edhe i konvenon, më mirë thot, dale, apo bëj influencë, apo bëj trafikim influencësh. Po. Dakor. A më rritet çmimi mua nëse unë kam lidhje drejt për drejt me kryetarin. Po, më rritet çmimi, sepse unë kam rrogën 3.800.000, bashkë me komisione 4.200.000, 4.500.000. Sa ka vajtur? Aq se rritën para 7 muaj, 8 muaj. Të vjen tani të Brentoni thot, o gash, do shkosh çik te bulthi 25.000 euro te cica. Mblesh vetëm një takim. Rrogat informalisht çam kanë ardhur mua nga njerëz që njohin parlamentin nga mbrenda, informalisht shkojnë nga 25 deri në 250.000 vlla euro në muaj për deputetët e fuqishëm që janë trafikues të influencave shumë të mëdha. Pra, pse mos ta bëj tjetër për 25.000 euro, 30.000 euro, 250.000 euro në muaj? Jo, ai mund të jetë kështu honorar konsulence. Pra, të shkon vjen Shpendi që ka lek për të pastruar dhe thot vlla, unë du një ekonomist shumë të mirë, do më çosh tek Banka e Shqipërisë. Te Banka e Shqipërisë do të vetë unë me imunitetin e deputetit do të rokaste dera, do të marr Brenton Kotorin, drejtorin, dhe thon vlla, kemi këtë mikun ton. Po. Ka nevojë të pi një kafe. Ka një nevojë të pi një kafe. Si mund t'i fusim këto dhe kaq përqindje? Se kështu bëhet më. Është faktike. Mos ti vërtetoj dot, ti si vërtetoj dot se nuk na pranon njeriu as te shatërvani i Bankës Qendrore. Me net, se të vjen roja, i zotëria e nderuar thot vlla, lutem këtu po. Jo, lutem largo pak se jemi me kamera. Edhe ka gjithë rreth e botës se security. Atë për atë pun paguhet ai shkreti, merr urrën nga lart do ta thoj atë fjalën e vet. Problemi është që kjo është vlla. Pra, është shumë e thjeshtë shkosh ta mbash astirin këtu. Gjithë qytetarët që do të kërkojnë llogari, pse nuk e ngritë zërin për neve, pse e kemi pellgaçën aty, pse mikën drita të ujit në 2025. Po. Po ta shikosh të fushato. Se unë ti kush doli më i votuari në Astir? Ti kërkojnë llogaria ti më. Ku ka këtu më të votuar këtu? Më fal që po bëj naivin, po nuk ka si kuptim ndryshe. Tu ka njerëz, vëlla që thot, unë vit te ty se më ka caktuar partia, po unë se njoh Astirin. Se s'ka më zona elektorale apo. Po. Nuk dihet,
2005 mund të jetë bastarde si fushat, mund të jetë, nuk e di, shumë e egër, por ai majoritari kombëtar kishe një gjë të mirë valla, që unë njifja Brentonin njifte mua. Bujrom tash debat publik te kjo zona jon, kemi këta lloj njerëzish. E unë si bëja do të karshillak apo port njerëzve që të mbështesin ty, sepse unë pasi të fitoja zgjedhjet do isha te përfaqësuesit tyre. Po. Tani, të sfidoj unë ty atë që më them fillim që ata e votuan në 2008 ngritën kartonat, votuan ligjin zgjedhor të ri që u bë atëherë për ndryshimin e sistemit në proporcional rajonal. Po, proporcional rajonal me lista të mbyllura. Po. Tani pse duhej një nga këta deputetët të mendonte që është më e lehtë t'i lëpi baltën kryetarit se do mbëj prap deputet dhe të sakrifikonte lirinë e vet që kishte, që ti thoshte nuk e kam nga ty mandatin, e kam nga ata njerëzit aty që më votojnë, se i kam paguar ca lek zhavor që t'i shtroj rrugën, se i kam marrë një fëmijë, ja kam çuar në universitet me bursë, se i kam bë këto nderet e vogla që kërkojnë shqiptarët, që thot ai ma fut çik nusën në punë ke ky kopshi, pastruse që ta kem edhe ti bëj dhe hyzmet plakut, nga këto hallet kanë shqiptarët. Fatkeqësisht, po nga këto hallet kanë, se nuk mendojnë makro, se s'të lë hallit mendosh makro. Tani, pse duhej ky deputeti që ti thua e kishte më të lehtë këto? Unë them e kishte më të lehtë këtë tjetrën. Thoshte jo. Nuk e ka më të lehtë ai atë, sepse më të lehtë ajo ai do të punosh. Deputetët e neve janë dembelat valla. Janë dembelet, shkojnë dembelet. Ata që janë sa kam atje 300 vota? Po, çojna 50.000 lekë aty dhe merrja kodin serial. Pra, vlla janë mafioz ose banda që funksionojnë si grup i strukturuar. Rëndësi ka qëllimi, pra si thoshe Tencja Opini. Nuk ka rëndësi se çan ngjyre ka maxha, rëndësi ka të kapi miun. Edhe puna këtyre janë shumë funksionalist, janë bazik. Nuk më duhet, sepse qytetarit sot do herojnë, nesër do mbëj villën, do mbëj antihero. Mua më duhet ta kem të madhin, dhe duke njohur ne të dy duke njohur strukturët partijake shqiptare, se njohim të gjitha vëlla, se kemi prekur me dorë nga pak si socialistin, si të rejat, si Partinë Demokratike. Lufta që është në baby politics dhe lufta që është brenda partisë është shumë herë më e egër se sa ajo me kundërshtarin. Pra, të gjithë orvatën e kam aleat më të mirë para klaneve qytetarin apo kryetarin? Kryetari është, po ja japim kryetarit, sepse unë po të bëj një pyetje tjetër ty. Pse 140 veta duhet votonin sistemin drejtësisë kur nga 140 veta 70 ishin kriminal vëlla, të inkriminuar? Absurd është. Paradoks. Ky është absurdi politikës shqiptare. Pra si mund të votoj unë ligjin e dekriminalizimit? Ligjin e dekriminalizimit. Kur unë jam kriminal vëlla. Tash ne kemi parë kandidat që daja ishte në PS, u fut në burg, nipi dajes veten në PD vëlla. A di pse kanë votuar atë? Se nuk e kanë lexuar. Çfarë ligji kishin për të votuar në rendin e ditës? Ndoshta edhe është mungesë leximi, po. Ndoshta aftësi për të brava. Po, dhe aftësi. Aftësi për të lexuar. Se kur je analfabet funksional, lexon dhe skupton. Domethënë, plako, neve flasim për filozofi. Bashkë kemi njohur nga filozofia, nga përsjatjet filozofike, se filozofia është fjalë e madhe shumë. Qefi për lexuar çik filozofi. Për të lexuar, për të diskutuar për filozofi. Si ka mundësi o miku im, që ne jemi dy djem, që fund ditës në kulimin e modestisë, jemi mbi mesataren e nivelit intelektual, po flas jemi etaloni i intelektualizmit. Për Shqipërinë e pranoj, po. Po jemi mbi mesatar për intelekt, po edhe me të huajtë, por se kena provu vetëm edhe me këta të huajtë. Jo, nuk e kam për sens inferioriteti, po mendoj që ata kanë një jump start kulturor çik më të madh, se kanë qytetërim. Ata kanë qytetërim më të madh, po neve këtë e kompensojmë me instinktin e mbijetesës që ata nuk e kanë valla. Vjen një moment që ata i lë persiade sepse nuk e kanë, nuk jetojnë me tokën, nuk janë grounded. E kanë po. Si kanë hallet bazike që kemi neve. Prandaj truri jon funksionon ndryshe, prandaj jemi shumë të suksesshëm kur dalim jashtë, kur kemi mjetet e tyre. Pra neve në dorë me mjetet e tyre jemi superior ndaj atyre. Ata na barazojnë ose mund të jenë vetëm me plus pak % superioritet nga mjetet që kanë. Domethënë ne jemi Mujo Ulçinako me Lukçaj, ai është Obersturmführeri me tank. Edhe prap futemi në luftë me ata, po pak rëndësi ka. Ne jemi mesatarisht mbi mesataren e intelektualizmit për nivel intelektual. Si ka mundësi që çuna si puna jon vuajnë vëlla, kurse njerëz që nuk i ka thënë njëri plaç me gojë, edhe nuk i ka thënë njëri punë mbar, sot janë me 25 shtëpia. Ku kemi gabuar Brenton Kotorri?
S'kemi gabuar në të dy. Shiko, ti e di ato, çai thaj në Athinë në luftën e Peloponezit. I forti do bëj çka ka për të bërë, i dobti do vuaj çka ka për të vuajtur. Ne kemi zgjedhur të vuajmë jo sepse jemi të dobët, sepse duam të jemi të ndershëm. Aq sa mendojmë ne që duhet të jetë i ndershëm, se dikush tjetër mund të vi, mund të jetë më e vlia, edhe thotë ju jeni të korruptuar shpirtërisht. Por unë mendoj që për aq kohë sa nuk i kam vjedhur njeriu, jam i ndershëm. Për aq kohë sa nuk i kam rënë qaf njeriu me ligësi, jam i ndershëm, se mund i kemi rënë qaf pa dashje. E gjitha këto. Pra, ne kemi zgjedhur jo se jemi budallënj, që mos bëjmë lek ndryshe dhe 25 shtëpia ndryshe. Kemi zgjedhur sepse duam të jetojmë, si më theti mua para se të fillonim bisedën me kamera. Pa kamera më the, dua ta bëj gjumin e qetë. Dhe kjo është një shprehje që duket klishe, po ka brenda atë idem, pra që ore, emrin tim nuk ma përgojon dot askush për keq, për vjedhje, për këtë. Po, ne kemi këtë si popull që kur vjen ai robi nga Anglia që ka ande, e respektojmë se vjen lokali, çojmë në këmbë kështu, bravo, sukses, makina, kjo ajo. Kur ikën ai pastaj e shajm. Kjo nuk shkon, po është puna e këtij populli, pra. Ajo që thash fillim, duhet ta ndryshoj vetë gjendjen popullit. Tashi, si ndryshohet gjendja? Dy mundësi ka. Ose me shkollim që është projekti iluminist i majt, ose me edukim moral që është projekti, nuk po e quaj djathtë, po tradicionalist edhe fetarist. Ne asfen se duam. Që ha djathës. Po ne asfen se duam. Për shembull, një gjë që kam pas biseduar unë me Hoxhallar ose dhe prifëtrim pastor. Ka qenë kjo që kur u bë censusi, thash do dali shumë pak. Jo, Shqipëria është vend me majoritet musliman. Ore do dalin shumë pak njerëz që janë musliman, si që besojnë Zot në Shqipëri, e thonë gjithë, por që shkojnë të paktën një herë në javë në xhami ose një herë në javë në kishë të dielën, janë shumë pak. Shumë pak, jam dakord. Sigurisht, dhe unë nuk mendoj që vetëm morali fetar mund ta mbajë të lidhur joshjen që ka njeriu. Mund ta mbajë edhe morali kantian, mund ta mbajë edhe morali iluminist i shkollimit, edukimit për ndritje se këto. Mund ta mbajë sepse varet çfarë beson, a je parimor apo idealist. Por kjo është baza. Ka qenë në çdo qytetërim baza kjo ka qenë. Morali fetar, tradicional, ose turpi nga kanonet e përbashkëta që kishte fshati, me që po kthehemi prapë në abstragim. Kishte fshati disa zakone të vetat që i mbështesten mbi parimet të palëvizshme. Ishte turp ti thye ato, se të bënin homosacer apo jo, të nxirrin nga qyteti. Sot s'është turp, nuk është më turp. Pse? Pse ai thot po qëse unë kam makinë të mirë, kam para, blej 25 shtëpia, fshati jo vetëm që do më respektoj, do më adhuroj, do më lëpjet edhe do kërkoj të bëhet si unë. Do më thot na jep dhe në një dorë. Po normal që do përmbysen vlerat. Çfarë mund të themi tjetër? Nuk ka ose ka dhe njerëz që i bëjnë këto gjëra në Angli e nëpër Europë dhe vinë xhami ose shkojnë në kish. M'fal, a kemi ca ish deputet katolik të arrestuar për lloj gjërash? Si mund të jesh katolik, domethënë? Unë pavarësisht se ju thash që jam musliman, unë e dua shumë edhe krishtrimin, për ato vlerat që kemi të përbashkëta, po padyshim e dua shumë edhe kemi Zotin e njëjtë, kemi profetat e njëjtë. Patjetër. Profetin e kemi të njëjtë, pa shkak se profeti jon është më i vonshëm se sa Isai. Po Isai profeti i Biblës, më i madh i qendrori. Do të futemi edhe këtu. Po absolutisht. E kemi, duam, ne e njohim si Mesia. Po Mesia. Mesia i përzgjedhur, po. Është i vetmi që ka këtë titull edhe në Kur'an. Domethënë, ka shumë gjëra që ky podcast i vëlla ka një qëllim shumë hynor. Mos kemi ndasi fetare se është idioci. Kemi njëjtin Zot, kemi njëjtat vlera, merri më të mirat islamizmit, merri më të mirat krishtërimit, merri më të mirat protestantizmit, merri më të mirat ortodoksisë, merri më të mirat hinduizmit, konfucianizmit, budizmit, merr dhe bëj njëri më i mirë. Shiko pse duhet shikojmë çana ndaj nga njëri tjetri? Pse mos shikojmë çana bashkon vëlla? Ana bashkon një monoteizmi, një Zot. Padyshim. Ky Zoti jon do me vra, do gjak apo do dashuri? Kjo është pyetja e parë që duhet i bëjë një besimtar vetes, lidhe me Zotin, edhe me kompin, edhe me gjitha. Ora, kush është ky Mesia që do vi? Do gjak? Do vrasje? Apo do dashuri? Unë di që do dashuri vëlla, se unë ashtu e konceptoj krijuesin. Po mirë, më dakord, po nëse njerëzit nuk
as nuk mendojmë për këto gjëra. Prandaj thash që është minoritet ata që besojnë që i bëjnë këto pyetje. Janë minoritet në Shqipëri. Dhe shumica e këtij populli nuk do fare as të mendoj për punët e Zotit e për punët e fesë. Dhe dakord, mos mendo, po të paktën ki një ndërgjegje që ti e lidh me diçka. Nuk do ta lidhësh me Zotin, po lidhe me traditën, më lidhe me dashurinë për kombin, që thua ti. Lidhe me traditën e gjyshërve, lidhe me ku diun, me këtë, me iluminizmin, pra që duhet të jesh qytetar i edukuar, duhet të jesh një qytetar i mirë, në mënyrë laike fare. Po lidhe me diçka, se po nuk e lidhe, je pastaj kurafsha mos u vrafsha. Dhe kështu kemi qenë. Kështu kemi qenë. Edhe në komunizëm, ata që bën burg ishin shumë pak, që bën burg për punë feje, për punë moral, për punë drejtësie, për punë bindjesh. Ishin pak, pjesa tjetër më nështrua. Pse? Po kollaju, e ndrojmë këtë me ato tjetëri. Kam një pyetje të fundit. Të fundit, po. Nuk do rrim dhe 2 orë. Do vish herë tjetër për 2 orë, pastaj kemi diti, kemi si e ka Goxha i Mania. Goxha i Mania. Pyetja ime e fundit për ty është bazike, e thjesht, po të shumë e thellë njëkohësisht. A vdi Zoti në Shqipëri? Jo. Pse? Shko, ajo e Nietzsche tash i mos t'i futemi. Ideja është që ai e tha këtë, po nuk e tha si triumf, e tha si keqardhje. Më beso që jemi njëjtën gjë. Po. Do të thonë te qasja e Nietzsches e kemi kuptojmë një lloj të pakën. Dakor. Ishte e iniciuar, më thënë, pyetja ishte iniciuar nga Nietzsche, ishte e teleportuar nga Nietzsche. Po është komplet, nuk duhet fare trajtim Nietzschean, duhet trajtimin ton vlla, si 2 miqë po diskutojmë a ka vdek Zoti në Shqipëri apo nuk ka vdek. Mendoj që jo. Pse vlla? Për 2 arsye. E para është që sikur të jetë dhe një i vetëm, Noa, që nuk e ndoqi askush nga populli vet për të futur në anije, sikur të jetë dhe një i vetëm, aq i mjafton Zotit. Një i vetëm. Sa më shumë aq më mirë, po dhe një i vetëm. E dyta që mua më gëzon është se ku diun po të pyesësh një ateist thotë është e tmerrshme, po mua më gëzon shpirtin që ka shumë rini e cila shkon nëpër kisha dhe xhamia në Shqipëri. Dikush tjetër thotë u futën aty të dyert e indoktrinimit të dogmës se do i shplahet truri e kështu, po nuk është ashtu. Nuk është, sepse minimumi do dalë një person më i moralshëm që nuk do të bëj ty dëm nesër, nuk do të vi të të vrasi ty se do mendoj dënimin e madh, nuk do të vi të vjedhë. Ato dekalogun e Mojsiut. Pra të paktën ato do t'i fusi brenda shpirtit vet, dhe ato që futen kur je i ri, kur je adoleshent apo kur je i ri, nuk dalin të formsojnë ty, sepse është momenti kur formohet personaliteti, karakterin e ke që i vogël, po. Si thonë psikologët, deri 5 vjeç, po. Personaliteti formohet sidomos pas pubertetit, kur ti fillon dhe rrifesh si individ me jetën, jo si pjesë e një shpelle ku të ka mbrojtur mami dhe babi dhe të ka sjellë ushqimin. Dhe prandaj mendoj që për këto 2 arsye, jo vetëm që nuk vdiq, po pavarësisht fesë që njerëzit zgjedhin, unë shpresoj që sa më shumë njerëz të besojnë, edhe të jenë njerëz që i lidhin shpresat me faktin që pavarësisht vuajtjeve të kësaj bote, unë mendoj të shpresojnë të bota tjetër. Më pëlqeu tjetër. shumë kjo jotja, që është e vërteta, që U bëra pak pastorial. jo, si ishte pastorial, ishte shumë e pastër ajo gjë, sepse edhe Noa që nuk e përzuri njëri nga populli vet. Nuk e ndoqe. Nuk e përzuri, nuk e Po, e përzun, donin ta përzinin, po nuk e ndoqen, po, nuk e ndoqen nga populli vet. Edhe i mjaftonte. E mjaftonte. Pra, qoftë edhe një unë apo ti që e duam Zotin, e besojmë Zotin, unë ne dim që ekziston, se më ka goditur shumë te Jungu kur u pyet profesori. Po, e kam parasysh, po. Beson ta apo çfarë në Zot, një I psikoanalist. don't believe, I know. Kjo është, it is difficult to answer ta. Believe, I don't believe, I know. Pra, që ma ka goditur consciousness-in tim, vlla, do të thënë kosciencën time ma ka goditur, pra unë e di vlla, sepse unë e shoh prezencën e tij kudo, nuk pret si Zoti im të jetë antropomorf, më thoj mua shpend, hape atë aty se do gjesh $6 milion. Nuk është Zoti im ai. Ai do të iluzion. Çoje të 12-ta televizorin se do kam një jepet mesazh. Po kam një mesazh. Nuk është kjo gjë. Zoti është zëri i brendshëm për mua të pakën.
ndërgjegja natën kur ti fle ose kur fillon bën ato refleksione që ti do me u bë një person më i mirë, që s'do me pas ngarkesë emocionale brenda vetes. Aty e ke Zotin vëlla. Kur ti i pastër këtu nuk ke pik ngarkesë, aty e di që e ke Zotin, se është aq i lehtë sa ti nuk e merr dot me mend. Po pa të ngarkesë mbreti ndërgjegje gjithë me radhë, atëherë vëlla ti e ke largu dhe i ke hapur vend tjetër kujt për të futur aty energji e errët apo quhet si duash djall, dexhall. Jam dakord. Jam dakord. Problemi është këtu vëlla, që unë nuk mendoj se Zoti ka vdekur. Po unë mendoj se koncepti i Zotit për nga shqiptarët është vrarë. Ma kupton shpenin? Domethënë Zoti nuk ka vdekur, por është vrarë. E kuptoj. Pra këta mendojnë se e kanë vrarë. Këta mendojnë se e kanë vrarë. Sepse çfarë po bëhet? Ajo po promovohet. Kurvëria, prostitucioni, droga, nuk pihet drogë Kolumbi sa pihet kokainë në Shqipëri vëlla. Se njoh këtë botë, ashtu thua? Po tashi asu nuk e njoh se nuk jam faleminderit Zotit për mos të bëj kështu, nuk jam përdorues. Jo për përdorues, po që ke informacion. Vëlla, kam informacion sepse na kam tek shoku po. Ma kokaina na kam tek shok. Edhe është gjunav, mos e ky është popull shumë i vuajtur. Na heroina na kam tek shok vëlla. Që ti nuk e ke iden se çfarë është, se me ty është shumë çuni mirë e gjitha, të vjen normal, po ai ka vajtur mbaroj. Domethënë, po promovohet kjo. Po promovohet pornografia masive. Unë nuk jam kundër seksit vëlla, se seksi është gjë hyjnore, është gjë e dashurueshme, është gjë shijuese mbi të gjitha, është lirim energjie, por nuk jam te tregtimi i seksit. Po që është ndër websajtet më të klikuara në Shqipëri, sipas rankimit. Është e tmerrshme. Po sepse këtu pastaj do futemi te kërkimi shkencor. Është frustracioni seksual, është një ndër arsyet vëlla që ky popull nuk zë mend. Sepse kemi frustracion seksual, po të shikosh, ne jemi çuna që jetojmë me vajza në komunitet, se kemi kolegi, kemi shoqe të gjitha. Edhe kur të vjen mohabeti që të tregojnë në njona se si e ngacmojnë në rrugë. Edhe, domethënë, si mund ngacmosh në 2025 nga rruga, o ta hongsha këtë, ta hongsha atë, je si kanibal. Banalitete burrësh. A ke një pik figure, shko si gentleman, të kam qef. Po jo, mirupafshim, jo në xhep e keti. Pse duhet bësh gjeste? Jo më larg se para 2 muajsh në Astirë kishim marrë një vajzë 6 shuna që u bë mediatike. Te pallati sa kalon mbi kalimin. E kishim mbyll mrena vëlla, nuk hapte dot derën tjetër e traumatizuar. Qof kush do ajo vajza vëlla. Absolutisht krim. Qof kush të doj ajo, e shet trupin e vet, se a dim hallet se ka shku deri aty. Ty mër bastar çat duhet që vetë intimidon tjetër. Kush je pronari i saj? Pra, duhet të hequr një lloj frustracioni vëlla. Gjermanët nuk i legalizojnë shtëpitë publike se janë open minded. Po thot, ndërka që këta idiotët mos na arrin na përdhunojnë gratë në përlagje. Po. Shkoj ai që ka për ta bëhet punë do me tradhu gron, shko atje ti e kontrolluar, maro punë. Duhet të flasim një herë tjetër. Një ndër absolutisht po që do vish prap. Një ndër arsyet si 10 minuta. Kjo është perla vëlla, se do më është e njëjta gjë dhe kur ti shikon që ka vajtur 1 orë e 10 minuta, dhe ty duken vetëm si 10 minuta tregon që kemi bërë diçka të bukur. Se unë se mbaj mend për çka kemi folur nga fillimi i fundit. Herën tjetër do marrim ne kështu, unë do marr një birr zero. Po, do të marrim 2 birra zero, po. Do të marrim 2. Juve që na ndiqni të birrave, na sillni në birrë, mos i blejmë, ose do të heqim etiketa nga inati juaj, mos i bëjmë marketing. U kënaqja shumë që erdha. Shikoj, Brendon, unë të pres prap. Të pres për shumë tema. Nëse ti e ke kohën, mund të bëjmë edhe të hapim në një rubrik bashkë për të studiuar ose për të diskutuar çështja live, të hapim live që të na japin edhe njerëzit idera se çfarë do donin ta pyesen ose se ka për Zotin e madh, kur futem live, ka patronazhist, ka njerëz që janë llum, se nuk i shmangesh dot, por më ka çuditur audienca e Tru Podcastit, ta them në kulmin e modestisë vëlla. Më ka çuditur për mirë. Kam ndjekur se ndjek. Më ka çuditur nga pyetjet që bëjmë vëlla. Bëjnë shumë pyetje të thella në lexuesa. Janë edhe lexues për më tepër, që t'japin, kërkojnë libra. Domethënë mund të vetëm podcast që mua më thon na bëj për klasikët. Diskuto merr një djalë ose një vajzë dhe diskuto tani për këtë klasik. Për Hugoin, për Jules Vernein, për këtë dush ti vetëm na i shpjego. Nuk duan zihemi neve me njëri tjetrin. Dhe kjo është një arritje shumë e madhe jo imja vëlla. Një arritje shumë e madhe që unë e shikoj te një grup
interesin në shoqërinë shqiptare që nuk e do llumin ujkun e Fierit apo ujkun e Sarandës apo ujkun e Shkodrës. Kjo tregon që ka shpresë. Që ka shpresë vlla. Unë ty të falenderoj nga zemra që më gjithashtu për ftesën. Më ka shjuar shumë gjithë përsiadja që kemi bërë sot, kemi kaluar nga këtu atje. Ky podcasti në përgjithësi ka marrë një rrugtim intelektual edhe shpresoj që ta ruaj këtë hub këtu. Do ta ruaj qoftë edhe qoshe e vogël, po tjetë për këtë punë. Do ta ruaj edhe sikur të mos më vija si sponsor, do ta vetë financoj vlla, sepse unë nuk e prish standardin për të cilën jam lodhur për ta ngritur. Kur nuk i pata sponsor atë që në fillim, që ti e di shumë mirë se si duhet ngrihet. Shumë vështirë, shumë kam punuar në televizion, është shumë vështirë. Kur si kam pasur që në fillim vlla, edhe nuk ushita tek njerëzit për 3 kompjutera dhe për 4 kamera, nuk kam për ta po. Një tjetëve tani që e kam ngritur edhe kam marrë emër podcasti. Unë thjesht du me u bë zëri qytetarëve të diasporës. Janë 30 milion shqiptar jashtë vlla. 20 milion, 25, 28, 30. Le të bëhen ata filantrop me nga $1. Me $1. Kjo është filozofia ime dhe rrit rrjetet sociale. Në momentin që ti rrit YouTube-in, Spotify-n, X-in, Y-in, vin disa para aty dhe ti e ke të tuat. Unë nuk du zullum vlla. 50.000 euro në muaj, për çam duhen? Në fund ditës. Ato që marrin 50.000 euro në muaj për të bërë podcast i kanë nga politika ose janë shërbëtar? Për çam duhet valla 50.000 euro? Unë prap kafe me ty do ta pi poshtë 700 lek, do marr një makinë më të mirë se që kam, do t'i çoj mamas dhe babait më shumë shtëpi. Ndoshta do paguaj te Zyber Hallulli në një bursë për një jetim që ndoshta ka talent edhe i ka fat i keq, edhe 5 lek për pleqni. Vetëm i këshill kam, po ma pranove. Patjetër. Podcast intelektual, po mos u fut në filozofi, se kam bënë ca biseda për filozofin, me ca njerëz nderuar nga 500 views kanë maksimumi. Po sepse filozofia urrëhet valla. Është e lodhshme filozofia, po. Duhet dish ta komercializosh, se filozofia ka çik probleme që duhet dish ta komercializosh. Filozofët janë çik të prerë, kështu duan me qenë tek ajo e veta sepse është ajo gjeniu e ka një dras. E di ti. Domethënë, është e shpreha dhe ta mbyllim me këtë. Nuk nëse shkon mali te Muhamedi, nuk shkon Muhamedi te mali, do cilin malin te Muhamedi. Dhe këta e kanë neve nuk do t'i shkojmë filozofinë e tyre, po do cilin audiencët e filozofia, po filozofia është një nga lëndët që urrëhet në shkencat sociale. Po e tmerrshme është. Se nuk dihet shpjegohet mendoj. Studentët e mi, studentët e tuaj urrejnë historinë dhe filozofinë e urrejnë valla. 1 datat, 2 çka ka thon ky Hajdari. Kupton çka ka thon ky 1700. Çam duhet më ta njohni Kanti, o profe. Ç'a di thosha? Të duhet më të duhet. Po ç'a di thosha? Të duhet për këtë, që ti marrë sistemin. Duhet se kupton. Se të bëm pyetjen tjetër. Kush ma paguam më shkollën? Kanti, filozofia e tij apo puna? Ta mbyll gojën studenti sot më. Pra dhe neve duhet ta gjejmë se si ta përqafoj tjetri filozofinë. Është detyrë, është vërtet. Është detyra jona me marr filozofinë dhe me bë të thjesht. Për shembull, Eral Buneci e shpjegon astrofizikën për fëmijët vëlla. Po, kam parë. Prandaj e kupton ti unë Buçi Bulthi. Po të fillojë me mesatarja kuantike e diametrit të rrezës së kapur nga dielli te toka me përthyrjen dhe forcën e gravitetit unë humba vëlla. Normal. Të me Eral, miropafshim, e dim që e ke ajo është divulgimi që të bëhet masive. Ciao. Au revoir. Takohemi herë tjetër. Pra, duhet gjejmë neve mënyrën, dhe kemi mundësinë me bë edhe një trajtim filozofik ne të dy për çështjet e aktualitetit, duke u marrë me pjalmin e filozofisë pa përmendur e tha ky, e tha ai. Vetëm kur na duhet që ta marrin vesh njerëzit se për çfarë është thënë. Dhe un kam gjetur ca shprehje. Jam dakord, jam i hapur. Por gjejmë kohën valla, e diskutojmë, gjejmë kohën edhe. Kam gjetur një shprehje të Dostojevskit, valla, kam gjetur dia, kam kapur. Në plan të parë të lutem Bulthi. Ç'është ferri? Sipas meje, është vuajtja që shkakton paftësia për të dashuruar. Me këtë batut të Fjodorit e mbyllim tru podcastin me Brenton Kotorin, që me shumë mundësi keni për ta gjetur me mua live për ta bërë pyetje dhe ta dini që është një nga djemt më të thellë që unë njoh. Ka shumë bot djali edhe pse është super modest. Shifemi herën tjetër në Tru Podcast.